Wallahi unë sfidoj me e kuptu ata i Sejt Kutbi. Jo me ndi, veç me, qa po thot, qfarë thot? Ka qenë një burr i madh në këtë ummet, ai i cili shkoi shahid tek Allahu xhalana Sejt Kutb, rahimahullah, Allah më shëroft. Mu kanë të kyshin vëra edhe mu e si Sejt Kutubi që tishin shpërndal libret e mia si që janë shpërndal libret e ati. فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. Do me thënë, Sejt Kutubi, imami i këtyrve ikhwansave, i kutbistave, reformatori, udhëheqës i shpirtror, që e kanë ata, shehidi si pas tyre, ai akuzon Uthmanin radiallahu anhu pikërisht me atë akuz që sot Sadullah Bajrami i akuzon selefit dhe njerëzit sunnetit. Do thonë, kjo është e njëjta rrugë e vjetër që e kanë Khawarijt kundër njerëzve të sunnetit. Sejt Kutubi në librin e tij El Adalatul Ijtimaiya, do të thonë drejtësia shoqërore. Në këtë libër El Adalatul Ijtimaiya në faqen 206 thot Sejt Kutubi 2 pika. Ndërsa periudha e Uthmanit ishte një zbrasti, një boshllok ndërmjet tyre. Mbaroj fjala e Sejt Kutubit. Do thonë Sejt Kutubi bile këtu, se unë desha ta them, po mos e kuptojnë se ka thënë këtë Sejt Kutubi, kur e përmend tu Sejt Kutubi Aliun radiallahu anhu, thot radiallahu anhu, që në rregull është, shumë bukur, por kur e përmend Uthmanin radiallahu anhu, nuk thot radiallahu anhu, nuk lutet për Uthmanin. Nuk lutet për Uthmanin radiallahu anhu. Dhe më 20 janar 2026 ka bën një shkrim ky Sadullah Bajrami me titullin Muhammed ibn Abdul Wahabi, 2 pika, reformator apo bashkpunëtor. Pastaj kishte sill aty modele e në rendin e 4, s'ka do më thonë mos me mungu, thot Hasan el Benna dhe Sejt Kutubi dhe grupi i ikhwanve, levizja vëllezërve musliman, vete thot, se është janë grup, vete ka pranu do më thonë, që janë grup, që janë sekt, edhe kjo është e vërteta, që janë sekt, se djetarat kanë thënë për këtë grup dhe për këtë sekt, se është sekt do më thonë, si që ka thënë imami i kësaj kohë Shekh Ibn Bazi rahimullah, se bëjnë pjesë do më thonë në 72 grupe të devijuara. Se ai Uthmani prap nuk thot radiallahu anhu, prap nuk thot. Kurse kjo është etik me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse këta rabiofcat ta shkatrojnë ose ta njollosin derin. Këta fjalë që i thot Sejt Kutubi për Uthmanin radiallahu anhu, dhe nuk janë të gjitha. Ka edhe shumë fjalë tjera që ka thënë Sejt Kutubi kundër Uthmanit radiallahu anhu. Ku është këtu të qohet Sadullah Bajrami në këmbë dhe të bërtit si të bërtit ai, edhe me i dal imamit vet dhe reformatorit vet dhe me e kundrështu dhe me u distancu? Ku është këtu nderi i këtij sahabiu të nderuar, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha 2 vajzat e veta? Pejgamberi alayhi salatu wasallam me këtë burr të madh, Uthmanin radiallahu anhu, ishte i kënaqur dhe i tha ta kisha pas edhe një vajzë të tretë, ta kisha dhënë. Dhe është burr që 2 herë ka blejt xhennetin, dhe është burr që 2 herë ka bo hijret në rrugën e Allahut. Dhe është burr që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas turp prej tij, dhe është burr që me laçet prej atit kanë pas turp. Vjen Sejt Kutubi dhe thot i largon të shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam nga pushteti dhe i emërton të i futën pushtet armiqtë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Këta akuza kaq të rënda kundër sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të njohur vetëm nga Rafidha. Vetëm nga Rafidha, dhe ata i kanë përhapur. Dhe prandaj Rafidha, la'anahumullah, kanë konsiderat të lartë për Sejt Kutubin, sepse ai i veshur në petkun e një muslimanit dhe një arab folës ka dal dhe ka përhap helmin e Rafidave në mesin e muslimanëve. Thot Imam el-Hafidh an-Naqid Abu Zur'a ar-Razi rahimahullah, idha ra'ayta ar-rajul يتنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق.
kur ta shohish një njeri që nënçmon ndonjërin prej shokëve të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dije se ai është zindik. Ndonjërin, do thënë, vetëm njërin. Ajo Uthmanin radiallahu anhu, pastaj edhe Amr ibn Asin radiallahu anhu, pastaj edhe Abu Sufjanin radiallahu anhu, pastaj edhe djali i tij Muawiya radiallahu anhu. Shumë të tjerë dhe plus edhe pejgamberët e Allahut. Se këta po e luajnë rolin e gjykatësit mbi tokë. Se këta po e luajnë, do të thonë, rolin e gjykatësit mbi tokë. I them unë, ti me këtë shkrimin tënd çfarë je tu bër? Ti me këtë shkrimin tënd, a nuk na gjikon neve një protestanta islamik, tash do më thonë si kishe thënë këtu forca të huaja? Kjo çka është? A nuk është kjo gjykim? A nuk është kjo, do më thonë, gjykim? Ose sipas juve, sipas standardeve të juaja, për neve halal, për ata, për juve haram. Se ne, njerëzit e ehlu sunna wal jamaa, haqqan wa sidqan, e dim shumë mirë ku e kini dhimbjen dhe çka ju pengon. Dhe çka ju pengon, domethënë, dhe çka ju mundon. Juve ju mundon dhe ju pengon ato demaskimet. Fillimisht që i ka bërë Sheikh Rabia rahimahullah kundër reformatorit sipas këtij njeriu Sejid Kutubin. Sejid Kutubi, reformatori juaj, ku është shkolluar, ku ka mësuar, kush e edukoi? A nuk u edukua në vendet e kufrit? Kishte thënë pra po ashtu të ta prishin nderin në publik. I them, po ti me këto etiketime që i bën kundër neve, dhe nderi Sejid Kutubit, dhe nderi Hasan el-Benna, por nuk ju dhimbet juve dhe nuk reagoni kur shkilet nderi Uthmanit radiallahu anhu nga ana e reformatorit tuaj. Për çfarë nderi je tu folo Sadullah Bajrami? Ta them sinqerisht se nuk ke as kapacitet, as kompetencë. Se për ndryshe, ti them dije, ta di shumë mirë, se ne nuk do lodhemi të të refuzojmë. Nëse mendon me këtë lujsh, do më thonë, ke gabu total. Sa herë do bërtisish, edhe do shkaravisish, do të refuzojmë. Nëse ti ke guxim, ti bësh këto shkrime publikisht, në batilin tonë, ta di se ne jemi edhe ma guximshëm. Khawaricët vran udhëheqësit më të mirë si Osmanin R.A. dhe Aliun R.A. Shikoni, do më thonë, qëfar sjellje me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe po ashtu kur e kishe përmen këtu Musajin alayhi salatu wassalam, kishe thonë ke Musaj alayhi salatu wassalam, a nuk na është shitur se ky njeri që ka muhadithi i Ballkanit, se ka mësuar në Egjipt 20 vjet hadithe, të muhadithi e Egjiptit të Abu Ishaq el-Huwaini. Këta janë, do më thonë, çështje fillestare që i mëson njeriu, që nuk bën në mënyrë të tillë me e shkrujt, do më thonë, radiallahu anhu me R.A. Ose alayhi salam, ose alayhi salatu wassalam, me këto ASS ose ku e di çfarë. Këto janë lojra dhe mos edukat ndaj pejgamberve dhe po ashtu ndaj sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Selefët ridwanullahi alehim, ti o muhaddith, a nuk i ke lexuar ato librat e hadithit të Buhariut dhe të Muslimit dhe të Abu Davudit dhe të Nesaiut, Ibn Majah se kështu me radh? A ke pa donjëherë edhe ata njerëz kanë vujt për boj me pas, për me shkrujt, dhe ka pas do më thonë shumë pak, po me gjithat, nuk kanë qenë koprac, kur ka ardhë puna për mendja e pejgamberve, ta shkrujnë në mënyrë të plot, sallallahu alaihi wasallam, ose alaihi salatu wassalam, ose radiallahu anhu, ose rahimahullah. Kjo duheshte të një person që është marrë që 30 vjetë, me hadithe, me ndiku. Ku është ndikimi këtu? Edhe plus e thot Osmanin. Jo, nuk është Osman. Uthman radiallahu anhu. Prandaj, ky thot këtu, do më thonë është njeri, do më thonë plot me kontradikta dhe njeri paradoks.
Thot këtu, Khawarijët vran udhëheqësit më të mirë, si Osmanin Ra dhe Aliun Ra. Unë i them, ajta shofim pak çka ka thënë reformatori juaj Sejt Kutubi për ata që e vran Uthmanin radiallahu anhu. Kaq? Ti thuash Khawarijët, për cila Khawarijë tu fol? Ti e Kharixhi, ti e tekfirc, thot Sejt Kutubi, imami i kutbistave dhe reformatori si pas Sadullah Bajramit, çka thot të shofim për këta që kanë vra Uthmanin radiallahu anhu. Në librin e tij El Adalatul Ijtimaiya në faqen 160. Revolucioni kundër Uthmanit në përgjithësi ishte një shpërthim nga shpirti islam. Do thonë që nga shpirti islam ky revolucion. I lavdron këto revolucionistat dhe këto rebelistat dhe këto kryengritësit kundër Uthmanit radiallahu anhu, si pas Sejt Kutubi do më thonë e kanë bërë këtë, do më thonë që ka dal nga shpirti i islamit. Do më thonë, imami juaj është duke i lavdruar këto Khawarijët që kanë vra Uthmanin radiallahu anhu. Prandaj do më thonë, unë e çuditem dhe habitem me logjikën tënde. Ai e do më thonë ti i vetëdijshëm do më thonë. Ai do më thonë i vetëdijshëm se çka ke shkaravit aty në Facebook. Bidati ta prish logjikën. Ju keni problem me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju nuk e njihni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Juve nuk u pëlqejnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju nuk jeni të edukuar me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Juve ju pëlqen rruga Dhul Huwaisir at-Tamimi. Ju jeni të edukuar me rrugën e Ibn Muljim. Ju e njihni rrugën dhe metodën rebeliste të Sejt Kutubit. Ju i favorizoni fjalët e Sejt Kutubit. Ju i favorizoni fjalët e Sejt Kutubit. Duhet me i përmend do më thonë. Me i caktu kush janë ato dietarë si pas këtij Sadullah Bajramit që kanë maturi, që kanë njohuri, që kanë urtësi. Nëse jetu thonë për djetarët selefis si Shekh Ibn Bazi, rahimullah, Shekh Uthemini, rahimullah, Shekh Fuzani, hafidhahullah, Shekh Mukbili, rahimullah, të gjitha ato, se e ka ditë këtu, se po i përmendi këtu Imam Lar, ne dalim dhe themi të gjithë këto kanë qenë të kënaqur me Imam Rabian, rahimullah. Dhe të gjitha këto e kanë lavdruar Imam Rabian. Atëherë, sjellni kush janë këto të maturit? A janë këto të maturit që i futën muslimanat në për luftra dhe derdhja e gjakut, si Muhamet Hasani dhe Huwaini dhe Husein Jakupi? Kush janë këto dietarët të matur? Po për ne me thonë protestanizmi islamik dhe forcat të huaja dhe agenda që i shërbejnë dobësimit të islamit. Çka mungon këtu? Vetëm me na thënë se një qafira. Ku dhe kën kemi ndjekur verbërisht? Ku dhe kën e kemi ndjekur verbërisht? Trego raste konkrete. Jo kështu do më thonë fjalë përgjithshme. Jo akuzat përgjithshme, po sikurse unë e ta solla, El Adalatul Ijtimaiya faqe 206, faqe 161, faqe 160, edhe ju duhet kështu me sjell domethënë. Sjellni librat e Sheikh Rabi's që janë domethënë të pranishme. Sjellni dhe tregoni gabime konkrete. Pastaj sjellni edhe gabimet e dietarëve të tjerë selefit që janë. Dhe sjellni po ashtu edhe nga librat tona ose përkthimet tona ose ligjëratat tona. Sikurse ose shkrimet tona, sjell në mënyrë konkrete, mos akuzo se dietarët tanë e në kryet e atynve Shekh Rabia rahimahullah ka qenë ai i cili më së shumti ka qortuar kundër pasimit të verbër. Bileva kam treguar fjalën që ja kam thënë Sheikhut, të kam bërë do më thonë në hujjë, argument me dhe Allahut ditën e gjykimit. Sheikhu ma qoj gishtin, tha, vetëm se tha bil adilla, tha, me argumente, tha, në hak, jo qorazi, jo verbërisht. Por, problemi është ke këta njerëz, pse në akuzojnë se jemi pasues ose ndjekës të verbër, pse? Për shkak se ne i kemi dëgjuar këshillat e ulemave që të mos dalim të rebelojmë dhe të bëjmë demonstrata. Se këto metoda që ju i përdorni, demonstratat, rebelime, kryengritje, përplasje me shtetin, këta janë metoda të qafirave.
nuk janë metoda e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe shokëve të tij ridwanullahi alehim. Prandaj dhe ne jemi pasues të verbër. Ne se kuptojmë realitetin, kurse këta në thojza e kuptojshin realitetin, që ta shkatrojnë domethënë në gjithë botën islame.